Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme për një aksident në lagjen 3 Heronjt, specialistët e sektorit të policisë rrugore arrestuan shtetasen N 70 vjeçe për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. 70 vjeçaria duke drejtuar automjetin e saj ka përplasur këmbësoren shtetasen LN 65 vjeçe, e cila si pasojë ka humbur jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit LL 33 vjeç banues në Shkodër, pasi ditën e djeshme në rrugën Isuf Sokoli, duke drejtuar automjetin e tij ka përplasur shtetasin SL 68 vjeç, i cili lëvizte me biçikletë. Nga përplasja është dëmtuar lejt 68 vjeçari SM 19 vjeç banues në fshatin Melgush, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Oficerët e policisë gjyqësore referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin VD 34 vjeç banues në Shkodër për veprat penale, mosbindje ndaj urdhërit të punonjësit të rendit publik dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Ditën e djeshme, 34 vjeçari nuk i është bindur urdhërit të punonjësve të policisë për lirimin e rrugës dhe ka refuzuar të paraqesë dokumentacionin e mjetit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EP 18 vjeç banues në Vaudejës, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë në automjetin e tij, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një shkop gome, një shkop shufër, një te metalik dhe një pelerin me mbishkrimin policia. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.